80-90, sidomos në të 10-at e vona, ku polemika e tij më e njohtun, për ata që janë matrije, nuk i dinë dhe nuk kanë lexu, sepse sot është lehtë secili me shkru për te, por duhet me ditë e se jaket ose atë rrugtimin që ka bërë çështja në jetën jo veç shkrimtarisë, por edhe politike dhe intelektuale. Polemika e tij më e madhe nuk ka qenë ajo siç i thojnë me Kadarin, sepse ajo ka qenë muj me thonë nga dy anë të Kogjo e Lodh. Po ka qenë me Milan Kangelgan, ka qenë një filozof i Jugoslav, një filozof sërb, i cili ka mbrojt pozicionet e nacionalizmit sërbomadh, dhe atëherë në vitet 88-89, qosja me argumente Kogjo të fuqishme, gjithnjë në suazat kohës po flas, e pa deklasu. Dhe kjo ajo polemik është botu edhe librat e qosjes ka qenë gjatë me fejton populli i ndaluar në vitet 90 kur ka botu, dhe në pjesën tjetër të letërsisë që sot mund me thonë më i madh ma secili, po në pjesën tjetër pos vdekja me vjen për syve të tij qosja është mediokër. Por politikisht i majt ka gjë probleme lidhjes demokratike edhe Ibrahim Rugovës që ka sjellë. Me kë ka patur përplasjen më të madhe, me Kadarin ose me Rugovën? Unë muj me thonë që mas pari në vitet 80 ka pas përplasje me grupin e shkrimtarëve rreth Ali Podrimjes, Anton Pashkut, Gjepi Smajlit, Mensur Raifit, të cilët praktikisht e kanë pas bën një manifesti estetik, Kogjo liberal, Kogjo pluralist, Kogjo modernist, Vox Clamentis in deserto është qujtë atëherë, zoni në shkretirë, që ashtu diçka i bjen nga latinishtja, kurse qosja bon një liber, me të cilin ju përgjigjet këtyne, me pikpamje Kogjo socialiste, muj me thonë, Kogjo tradicionale, sepse unë e thash që qosja është praktikisht vazhdimsi e rilindjes kombëtare shqiptare, por me nuansat e të majtës shqiptare, një farë nacionalizmi i majtë që të shqiptarët është pak i çuditshëm, dikujt me i thonë thotë s'ka nacionalizëm të majtë, po ja që ka, i lidhun me dy partit komuniste, me partin komuniste jugoslave në Kosovë dhe me partin e punës në Shqipni. Kur nuk është distancu, domethënë në qartë, as nga ajo, as nga kjo. Do thot, as nga regjimi Titos, as nga regjimi Thuj pak me përplasjen politike me Ibrahim Rugovën, jo letrare. Përplasja politike vjen sidomos pas daljes nga burgjet e ish Jugoslavisë, ish Burgosove të ndërgjegjes atë që i kanë thonë